Të nderuar miq, sot do t'ju demonstrojmë vendosjen e telave në instrument në mënyrën korrekte, në mënyrën e duhur. Atëherë marrim telin dhe mas pari fillojmë vendosjen e lidhjes për në kokë të qeftelisë dhe fillojmë me përdredhjen. Merret teli dhe bëhet në formë fjongo. Atëherë e kemi në formë fjongo telin dhe e përdredhim rreth 7 herë. 4, 5, 6, 7. I kthejmë edhe vegzën mbrapsht. Tani e kemi gati për ta lidhur tek koka. Vjejmë me vendosjen në mënyrë korrekte të telit në ballin e qeftelisë. Tani vjejmë me vendosjen e lidhjes në qelsin metalik. Edhe këtu duhet bërë në formë fjongo dhe shtrëngohet në formë nyje. Tani sapo kemi lidhur, shkurtojmë pjesën e tepërt të telit dhe vijojmë me. Është shumë e rëndësishme që teli mos të zinet lak gjatë kohës vendosjes që mos të kputet. Vijojmë me shtrëngimin. Dhe tani teli i poshtëm është gati. E njëjta procedurë bëhet edhe për vendosjen e telit të sipërm, pra rreth 7 herë përdridhet teli, kthejmë vegzën dhe e vendosim në mënyrë korrekte. Dhe më pas vijojmë përsëri për vendosjen tek bishti. Vijojmë me lidhjen e telit të dytë. Edhe ky në njëjtën formë shtrëngohet. Dhe më pas vijohet me shkurtimin. Dhe kemi lidhur telin dhe vijojmë me shtrëngimin e telit. Është shumë e rëndësishme që mos të zehet lak teli gjatë përdredhjes. Vijojmë me shtrëngimin. Dhe ja, tani telat e qeftelisë janë gati për t'u akorduar në notën e dytë. Kjo është mënyra korrekte, nderuar miq, se si vendosen telat e qeftelive në instrument. Tani mund ta akordojmë dhe mund të interpretojmë përsëri me qeftelinë. Ju përshëndes.